Dhe imuniteti është një nga instrumentet, amnistia është një instrument tjetër, interpelancat, pyetjet është një instrument tjetër. Të gjitha këto janë dhënë në dorë parlamentit për të thënë stop abuzimit. Sepse masat e sigurisë sot e gjithë ditën kanë qenë dhe janë abuzim. Kam ja 12 vjet që ja them unë këtë personalisht. Sot po thotë Këshilli i Evropës, dakord, po unë nuk kam thënë në anglisht, kam thënë në shqip. Është abuzim, mënyra se si aplikohen masat e sigurisë. Ka për burrë, për futen burrë, të burrë të rritin burrë që, si më të rritin burrë robi? Si ka mundësi? Po bëjmë një akuzë. E di ç'do të thotë, bëj një akuzë, do thotë që mbledh prova. Ke ca prova ndaj personit, nuk e ke kështu kot. Po dyshojën, kam i dyshim të arsyeshëm. Po a mund të thotë dikush, a ka dyshim të pa arsyeshëm? Të gjitha dyshimet të arsyeshme janë, kanë arsyeën e brenda, e tyre, pra ne janë dyshime. Po nuk marr njeriu burg me dyshime. Unless ku diun çfarë themun, ka një okej, vrasje, i kap duke vrarë. Marrë historia. I kap duke vrarë, të shbër gjyqi. Po jo se mendoj se para një disa vitesh ke thonë ti me i ven atje, të e veni që i tha dikush tjetri, i tha gruas atij që e cila kishte kushririn e djalit të tezës halles motrës dhe u kriju një lidhje këtu dhe edhe në fund akuza shtimi ndikimit paligjshëm. Sa jesa komplet. Ç'ke barazis tendera. Sa jesa komplet, të cilët i dënon kodi procedurave administrative atje. Dhe kjo nuk është normale. Arresti me burg është vrasje e lartë. Duhet mbledhë mendjen në këtë histori. Po valla, vret, ashtu njëri i rrezikshëm që vret, të hyn burg, patjetër. Dhe këtu s'ke çaj thu. Po tani, ç'ke barazis tendera, po edhe si ndalo, ç'a zgjidhë me këtë? Në këtë kuptim them që po parlamenti është legjitim që të ndalojë abuzimin.